shumë e rëndësishme mbrojtja e identitetit të tij, e jetës së burimit, për më tepër kur për mua i ka bërë një shërbim shumë të madh vendit, sepse ka përmbysur krejt situatën të vendimeve dhëna nga gjykatat e mëparshme, të cilat e kanë cilësuar si vrasje nga pakujdesia. Tashmë kemi një indicie që të çon drejt provës dhe ky audio regjistrim të shkon qartë që vrasjet nuk janë bërë nga pakujdesia, po janë bërë nën kontroll të plot, janë bërë me urdhër dhe ka patur një hierarki që komandonte të gjithë forcat e gardës, sidomos njësinë që ka marrë përsipër qëllimin drejt protestuesve. Përfshirë 4 të vrarë dhe të paktën 13 plagosur që janë regjistruar në atë ditë. Tash e di që me ndryshimet që janë bërë në ligj, mbase mund të ketë dhe hapa tjera, por për mua merr shumë rëndësi mbrojtja e këtij burimi. Tash është një burim që i ka bërë një shërbim shumë të madh vendit, sepse ka përmbysur një realitet të cilën mbyllën me rrugë gjyqësore dhe rëndësia e tij është shumë e madhe për shkak se denoncon mbi të gjitha një krim shtetëror. Faleminderit.